Misioni për vëzhgimin e zgjedhjeve i Bashkimit Evropian ka prezantuar raportin final për zgjedhjet e 9 shkurtit në Kosovë. Në konferencë për medje të enjtën u prezantuan 19 rekomandime të nxjerra nga ky raport, 6 prej tyre me prioritet. Së pari, fuqizimi masave mbrojtëse ligjore sa u përket anëtarëve dhe sjelljes së zyrtarëve të zgjedhjeve për të siguruar panshmërinë e administrimit të zgjedhjeve. Së dyti, të specifikohen më tej përgjegjësitë e KQZ-s, sekretariatit dhe të komisioneve komunale zgjedhore. Së treti, të zhvillohet një auditim gjithëpërfshirës dhe i pavarur i listës së votuesve. 4, të aplikohen definicionet e qarta të temave kyçe ligjore. 5, të emërohen të gjithë anëtarët e KPM-s me kohë. 6, të krijohet një sistem i besueshëm dhe transparent i menaxhimit të rezultateve. Loazu kritikoi sjelljen ndaj mediave duke theksuar se kërcënimet dhe sulmet ndaj gazetarëve nuk janë pjesë e demokracisë. Fushata ka qenë dinamike dhe kemi vretur një rritje të pluralizmit politik, por periudha dinamike e fushatës në një farë mënyrë u njollos nga retorika e ashpër dhe gjuha nxitse. Ne kemi vëzhguar raste të ndërhyrjeve të huaja në procesin zgjedhor. Kemi marrë pashtu raporte për presion mbi votuesit në zonat me shumicë serbe. Kemi vretur politizim të institucioneve kyçe të përfshira në zgjedhje. KQZ dështoi fillimisht ta certifikojë listën serbe për zgjedhje dhe për të aprovuar financimin e partive me kohë. Raportin përfundimtar me rekomandimet, shefja e misionit vëzhgues të BE-s në Kosovë, Nathali Loazu, u ka dorëzuar presidentes Vjosa Osmani dhe kryeministrit në detyrë Albin Kurti.